Kosovë, shumë faleminderit. Në e di që nëse nuk kemi çfarë teme shenjata histori që përsëritet çdo 2 ditë, kështu që detajet këto janë, nuk ka detaje të tjera. Përjashto një detaj shumë interesant që ishte një protestë apo jo, mos gaboj? Po, thimin e se më lejon, do të marrë vetëm shkurt pak kohë me që jam jo shumë largë nga vendi ku është zhvilluar. Unë kam dërguar dhe planet më herët, por me që e kemi këtu, shoqëria civile pra ka vendos një numër karrigesh ku mbi të cilat ka shkruar edhe thënje të ndryshme, porosi të ndryshme, gjatë protestës pra ka pasur një numëri orësh që kanë qenë të vendosura këtu para karrikeve, cilat janë lëshuar pastaj për të rënë zilja në mënyrë që duke filluar nga kjo pra ideja që kanë dashur t'ja bëjnë me dije që politikanëve u është ndaluar ora dhe nuk po harrojnë ku janë dhe çfarë duhet bëjnë, cilat janë përgjegjësitë e tyre. Pra kemi një mëri thënjesh, thirrjesh, kërkesash, pra që po them edhe konstatimesh, është një formë proteste nga organizatat e shumta të shoqërisë civile, të cilat edhe kanë drejtuar edhe një letër për deputetët e zgjedhur në zgjedhjet në shkurtit, ku kanë kërkuar pra që t'i japet fund kësaj bllokade sepse gjithë kjo çfarë po ndodh, thimi, normalisht më së shumti po shkon në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe të shtetit Kosovës. Kështu që kjo ndoshta ka qenë ajo po them vetëm e ditës së sotme sa i përket asaj çfarë pam në seancën e 22 ose tentimin e 22 të deputetëve për të konstituuar kuvendin. Pra jam përmend edhe çështja e pagave thimi, duke pas parasysh se që të gjithë marrin pagë. Okej, kemi një problem të vogël me sinjalin me kolegun Kosov Gjoci, por na sill pamjet e të parës protestë të shoqërisë civile pas 22 seancash të dështuara në Parlamentin e Kosovës për zgjedhur kryetarin e ri të kuvendit, një protestë shumë interesante, shumë e bukur. Kjo me karriget e vendosura jashtë sallës parlamentit dhe me mbishkrime dhe me apele për deputetët e Parlamentit Kosovës. Shumë interesante kjo 120 rroga, 0 përgjegjësi, paktën kjo që ka mbetur në ekran është shumë interesante si mesazh, sepse edhe kolegu Kosov Gjoci nisi ta thoshte që pavarësisht se ka 22 seanca që nuk bëjnë asgjë, deputetët e Kosovës vjojnë të paguan. Okej, ndërkohë vjojnë, padyshim do të jemi sërish me kolegun Kosov Gjoci në një moment tjetër nëse do kesh zhvillime tjera.